sepse ai që shëntëron dhe ata që shëntërohen janë të gjithë nga njëjta familje. Prandaj, as nuk turpërohemi të quajmë vëllezër. Ka njerëz që kanë turp të flasin rreth përjardhjes së tyre të thjeshtë, pasi ata kanë gjitur shkallët e suksesit. Për të mbajtur pozitat e tyre, ata refuzojnë të flasin rreth rrënjëve të tyre. Por, sa ndryshe vepron ai i cili la lavdin qellore për të bërë vëllain i madh. Ky portret i Jezusit është një shembull befasues i faktit që ai dorëzoi veten plotësisht për të mirën e njerëzimit. Kur ne akoma ishim të ndarë nga Krishti, pa shpresë dhe larg Perëndisë, vetë mbreti i lavdis erdhi në këtë botë me pamje njerëzore. Ai jo vetëm vuajti dhe vdiq për të pabesët, por me veprat e tij shpalli qartë dhe pa asnjë pikë turpi që ai është një prej nesh. Prandaj, as nuk turpërohemi t'i quajmë vëllezër. Shpëtimtari ynë deshi që gjithë universi të marrë vesh që ai është vëllai i madh. Jezusi si vëllai i madh paraqitet në trajtën njerëzore përpara frontit të Atit dhe ka identifikuar veten me jetën e jetëve, me njerëzimin që ai shpëtoi. Privilegj të mrekullueshëm të jemi të pranuar si vëllezër dhe motra të mbretit të universit, fal sakrificës së patundshme të Krishtit. Ai u bë shpëtimtari ynë dhe vëllai ynë i madh, i dhëmsur në jetë të jetëve. Duke u bërë vëllai ynë i madh, Krishti na ka pranuar si bijë në familjen e Perëndisë. Prandaj ne mund të këndojmë tërgëzim. Sa e mrekullueshme është të jemi një familje me Krishtin Jezus, një familje së bashku, një familje reale, një familje që do, një familje qellore. Ellen White na tregon shumë e emocionuar dhe vëllait ton të dëmshur. Vëllai i madh të fisit ton qëndron para fronit të përjetshëm. Ai vështron çdo njeri i cili kthehet tek Ati si shpëtimtar. Jezusi na provoja e di dobësinë dhe nevojat njerëzore, si dhe ajo u fshihet fuqia e tundimeve, sepse ai gjithashtu tundua po ashtu si ne, por pa mëkatuar. Jezusi dëshiron që ne të dimë që ai është hyer në qiell si vëllai i madh dhe që fuqia e tij pa kufizuar është gjithmonë në dispozicionin tonë. Lutja ime sot, o Zot, të falenderoj për Jezusin, vëllain tim të madh të dashur. Më ndihmo të jem i denj për nderin e madh.